Imagjinoni një moment sikur po ngisni makinën dhe papritur ju merr uria dhe rrugës shikoni që ka një kiosk e cila shet hamburger të ndryshëm. Ndaloni makinën dhe drejtoni drejt kioskës për të marrë një nga këto hamburgeret. Dhe çuditërisht hamburgeri ishte vërtet shumë i shijshëm dhe mbi të gjitha përgëzoni dhe pronarin për këtë gjë. Por vetëm disa ditë më vonë kupton që brenda atyre hamburgerëve kishte diçka që kurrë nuk do të kishte dashur ta haje. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për që të treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Kështu që pa humbur kohë, le të filloj me historinë e sotme. Joseph Roy Matney, i quajtur nga të gjithë Joe, lindi më 2 mars të vitit 1955 në Maryland. Ai kishte gjithsej 5 vëllezër, pra në total ishin 6 së bashku me Joe. Përsa i përket të kaluar së tij, fëmijërisë së tij, në fakt në lidhje me këtë histori ka 2 versione të historisë. Versionin që tregon vetë Joe dhe versionin që tregon nëna e tij. Por unë gjithsesi do t'ju tregoj të 2 versione që edhe ju të keni një ide se çfarë po ndodh në të vërtetë. Sipas fjalëve të Joe, ai thotë që fëmijëria e tij ka qenë një makth i vërtet. Pra, në një mënyrë, ai kishte një baba i cili ishte i alkoolizuar, rrinte vazhdimisht, nuk ishte gjithmonë në shtëpi, pra nuk ishte gjithmonë në shtëpi, në një mënyrë nuk ishte kurrë në shtëpi, nga ana tjetër nëna e tij ishte shumë neglijente, nuk kujdeseshte fare për fëmijët, nuk ju jepte dashuri, pra nuk ishte një nën perfekte, okay, prindër perfekt nuk ka, por ishte një nën që nuk ishte kurrë për ta. Mbi të gjitha tregon që pjesën më të madhe e kalonte nëpër familje kujdestare, sepse ishte gjatë gjithë kohës nga një familje në tjetër, nga një familje në tjetër dhe shpesh shkonte edhe tek familja e tij, pra jetonte me prindërit e tij, por pjesën më të madhe të kohës e kalonte me persona të panjohur. Në moshën 6 vjeçare, Joe tregon që babai i tij humbi jetën në një aksident rrugor dhe për këtë arsye nëna e tij tashmë duhet të punonte jashtëzakonisht shumë sepse kishte 6 fëmijë për të mbajtur. Dhe problemi ishte se ajo nuk ose filloi të bënte një punë ose 2 punë për plot 3 punë. E gjitha kjo sipas Joe, punonte kamariere, punonte bariste dhe punonte shofere në këto food truck. Dhe në fakt kjo gjë filloi që ta bënte atë shumë nervoze dhe Joe tregon që ajo filloi që të kishte një karakter shumë të vrazhët, ishte shumë gjaknxet, ndonjëherë bëhej jashtëzakonisht shumë e keqe dhe e gjitha kjo gjë në fakt ndikoi që Joe të provonte një lloj urrëtie kundrejt nënës së tij. Djali në këtë lloj mënyre u rrit një mjedis të pashëndetshëm dhe në moshën 18 vjeçare ai u rekrutua për në ushtri në Vietnam dhe ky ishte versioni i tij i historisë. Por nga ana tjetër, nëna e tij tregon për fëmijërinë e John komplet ndryshe. Okej, nuk është i mohon një pjesë të gjërave, por një pjesë tjetër po. Ajo tregon faktin që është e vërtetë që burri i saj pra kishte vdekur në një aksident automobilistik, ishte fakti që po punonte fort për të sjell para në shtëpi, por mohon faktin që të ketë bërë 3 punë dhe thotë që kishte bërë vetëm 2 punë dhe gjitha kjo pra siç u thash për të sjell të ardhurat në shtëpi, për të sjell ushqim në shtëpi. Nga ana tjetër thotë që nuk ka qenë kurrë mizore me fëmijët e saj, gjithmonë i ka trajtuar mirë, gjithmonë u ka dhënë dashuri dhe mbi të gjitha thotë që kurrë fëmijët e saj nuk kanë qenë nëpër familje kujdestare. Dhe tregon që Joe ka qenë një fëmijë shumë i zgjuar, një fëmijë i dashur, një fëmijë inteligjent, shkonte jashtëzakonisht shumë mirë në shkollë, pra nuk kishte probleme si në shkollë, si në shtëpi, por tregon që problemet filluan në momentin kur ai u rekrutua në ushtri. Dhe thotë që ai nuk ka qenë kurrë në Vietnam, por u rekrutua në ushtri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1973 dhe shërbeu në Gjermani. Dhe pas këtij momenti kontaktet me nënën e tij u ndërprerën gjithnjë ose në një farë mënyrë filluan të pakësoheshin dhe me kalimin e kohës u ndërprem përfundimisht. Sipas saj, karakteri i tij ndryshoi sepse Joe filloi të përdorte substanca narkotike dhe në fakt këtë gjë e pranon dhe Joe pa pikë problemi. Pra, thotë që filloi të përdorte substanca narkotike siç ishte heroina, kokaina, hashashi, por problemi ishte se
Kur nëna e tij e mori vesh që biri i saj po përdorte substanca narkotike, ajo nuk bëri asgjë për ta ndihmuar, pra nuk lëvizi as gishtin. Dhe pas kthimit të tij në AD, ai ndërpreu çdo lidhje me nënën e tij, çdo komunikim, çdo gjë dhe shkoi që të jetonte si endacakt në Baltimora, ku atje në Baltimora kaloi pjesën të mbetur të jetës së tij. Pra këto ishin dy versionet e historisë, por sidoqoftë e vërteta, një gjë është e sigurt, jeta e Joe ndryshoi në momentin kur filloi që të përdorte substanca narkotike. Edhe duhet themi që Joe në këtë moment e gjen veten në mes të katër rrugëve, duke përdorur substanca narkotike, duke pirë drogë gjatë gjithë kohës, duke u shoqëruar me persona endacakt, duke fjetur sa ndej këndej dhe në një farë mënyre u bë shumë i njohur në atë lloj zone. Dhe mund të them me gojën plot që në një farë mënyre Joe gjeti një shtëpi të re, një komunitet të ri dhe e pa veten, pra duke jetuar në mënyrë të qëndrueshme në jug të Baltimorës, duke fjetur në disa baraka. Pavarësisht gjitha problemeve që kishte, në fakt njerëzit thonë që Joe ishte një person i edukuar, një person i sjellshëm, një person i besueshëm. Dhe mund të them që fal këtyre cilësive që kishte, ai arrin që të gjejë një punë dhe fillon që të punojë si shofer kamioni. Dhe duhet themi që këtë punë e bën për një kohë jashtëzakonisht shumë të madhe. Saqë miqtë e tij filluan që ta thrasin atë tiny, pra i vogël, pra një lloj nofke që ato i kishin vendosur. Por nga ana tjetër, Joe nuk i pëlqente fare kjo gjë. Dhe shumë mirë mund ta kuptojmë këtë gjë se pse nuk i pëlqente kjo lloj nofke, thjesht duke parë foton e tij. Gjatë kësaj periudhe mund të themi që jeta e tij shkonte vaj, pra shkonte në punë si gjithnjë, udhtonte shpesh dhe gjatë këtyre udhëtimeve në fakt njohu një grua që emri i saj nuk bëhet i ditur, ndoshta për shkak të privatësisë së saj. Por tregohet që në fakt ra në dashuri me këtë grua, u martuan dhe patën një fëmijë. Po problemi ishte që dhe kjo grua konsumonte substanca narkotike, por nuk dihet fakti që nëse këto substanca narkotike i konsumonte përpara se të njihte John apo pasi u njoh me të, por dihet që konsumonte droga shumë të rënda. Dhe në këtë pikë Joe tashmë kishte le të themi një jetë të qetë, nëse mund ta quajmë kështu, një grua, një fëmijë, një rulo, një punë të qëndrueshme, por nga ana tjetër problemet ishin akoma aty, varësia që kishin nga substancat narkotike, si ajo si Joe. Dhe në fakt kjo gjë ishte problem sepse kishin dhe një fëmijë të vogël. Nga ana tjetër, jeta e tyre në çift, pra jeta e tyre personale nuk ishte fare mirë sepse në farë mënyre ndodh si ajo shpreha kur varfëria hyn nga dera, dashuria del nga dritarja. Dhe më lini t'u shpjegoj faktin që pse them kështu, sepse problemet ekonomike filluan si gjithnjë, nuk kishin shumë para, nuk kishin shumë të ardhura, Joe udhtonte jashtëzakonisht shumë gjatë gjithë kohës vetëm për të fituar para. Nga ana tjetër gruaja e tij ankoheshte që ai nuk ishte në shtëpi, nuk ishte kurrë i qëndrueshëm dhe thoshte që pjesën më të madhe të gjërave duhet ta bënte gjithmonë ajo vetë. Joe nga ana tjetër filloi ta urrente akoma më shumë gruan e tij për faktin që ajo nuk i shikonte le të themi përpjekjet që ai bënte për të mbajtur në këmbë familjen dhe një farë mënyre e vetmja gjë që i bashkonte në këtë pikë ishte djali i tyre. Por dhe kjo gjë për një kohë jashtëzakonisht shumë të shkurtër. Për të shpjeguar më mirë se çfarë ka ndodhur nga ky moment e tutje në këtë pjesë të historisë, do përdor vetë fjalët e Joe, sepse më mirë se ai, askush nuk mund ta shpjegojë faktin që se si e ka përjetuar ai këtë gjë. Dëgjoni me vëmendje. Gjithçka filloi në korrik të vitit 1994. Isha në punë, punoja si shofer kamioni dhe bëja orë shtesë atë natë. Pastaj zbrita dhe u ktheva në shtëpi si gjithnjë. Por kur hapa derën, ndeza dritën, vura re që nuk kisha asgjë. Gruaja ime kishte marrë gjithçka, përfshirë dhe djalin tim dhe më kishte lënë. Largimi i saj nuk kishte problem për mua, por ajo kishte marrë me vete djalin tim vetëm 6 vjeç. Ajo ishte një i droguar rënd dhe pa asnjë vlerë morale. Do t'i kisha dhënë edhe para, vetëm që ajo të dilte nga jeta ime. Gjithçka që duhej të bënte ishte ta çonte djalin tim në shtëpinë e nënës time dhe mund të merrej gjithçka tjetër dhe të largohej. Rreth 6 muaj më vonë zbulova se ishte transferuar në anën tjetër të qytetit me një bastard që e kishte detyruar të shqiste trupin për drogë. Ata u arrestuan dhe i morën djalin tim për braktisje dhe abuzim ndaj të miturve. Pra, siç e dëgjuat, Joe e përshkruan këtë gjë si një traumë të vërtetë. Pra, momentin kur kthehet në shtëpi, shikon që shtëpia ishte bosh, pa mobili, sepse gruaja e tij kishte marrë gjithçka, gruaja e tij nuk ndodheshte aty, mbi të gjitha djali i tij nuk ndodheshte aty dhe në këtë pikë zhvilloi një lloj zemërimi të pakontrolluar për ish gruan e tij. Dhe që nga ky moment kalojnë plot 6 muaj. Por brenda këtyre 6 muajve
Në fakt nuk dim saktësisht që çfarë gjë ka bërë sepse nuk ka informacione, por ajo që dim është që vazhdonte akoma të përdorte substanca narkotike, gjë që ishte shumë normale sepse gjithmonë i kishte përdorur. Mbi të gjitha gjen edhe një punë të dytë në një lloj fabrike, pra punon si një punëtor i thjesht dhe gjë që bën gjatë gjithë kësaj kohe është të kontrollojë për ish gruan e tij dhe djalin e tij. Pra do të zbuloj që ku ndodhen këta të fundit. Por më vonë, në krye të 6 muajve, ai zbulon se çfarë ka ndodhur me gruan dhe djalin e tij. Dhe kur zbulon këtë gjë, mund të them që i ikën truri, sepse nuk mund ta pranoj këtë gjë. Dhe do thoni ju, si e zbuloi kur ai nuk e dinte ku ndodheshte gruaja e tij? Por në një farë mënyre, ngjarja rrodhi në këtë lloj mënyre. Një ditë, Joe drejtohet pra në vendin ku shiteshte drogë sepse donte të blinte substancat e tij të preferuara dhe pikërisht drejtohet në kampin e të pastrerëve në urën e Hanover Street në Baltimora. Pra aty ku shiteshin gjithë substancat narkotike. Dhe në bisedë sipër me personat që ndodheshin aty, dikush i tha që gruaja e tij ishte larguar me një burr tjetër, ku ky i fundit ishte një bastard i vërtet, sepse e shfrytëzonte gruan e tij, pra trupin e gruas së tij, për të blerë drogë. Dhe mbi gjitha, kjo e fundit kishte humbur kujdestarinë mbi djalin e saj, sepse kishte dhunuar djalin e saj dhe shërbimet sociale ja kishin marrë atë. Por në lidhje me këtë histori ka dy lloj teorish. Në teorinë e parë thonë që Joe kishte shkuar, le të themi, për të blerë substanca narkotike, siç u thash, në kampin e të pastrerëve dhe gabimisht kishte marrë vesh që gruaja e tij ishte njohur me dikë tjetër dhe kishte humbur kujdestarinë dhe gjithçka tjetër, dhe nga ana tjetër thuhet që dikush e kishte lajmëruar Joe që kishte parë gruan e tij në kampin pra e të pastrerëve dhe ky i fundit kishte shkuar atje për t'u hakmarrë ndaj gruas së tij dhe partnerit të saj të ri. Kur mbërri në kamp, ai shikon dy persona, dy të pastrejtë që po rrinin në hesap të tyre, po bënin muhabete të tyre dhe ju afrohet atyre dhe i pyet mbi gruan e tij. Dhe këto të fundit në fakt thonë që nuk dim asgjë, nuk e dim kush është ajo, nuk e kemi parë kurrë. Por nga ana tjetër, Joe është i bindur që ato din diçka, mbi gjitha u thotë që ju i keni shitur drogë asaj, mbi gjitha u thotë që keni shkuar në shtrat me të sepse ajo ka filluar që të bëjë dhe prostitutën, por ato vazhdojnë të kumgullin që nuk e njohin gruan e tij, nuk njohin Joe, nuk i kanë shitur drogë, pra nuk din asgjë. Por Joe nuk e donte këtë përgjigje. Ai donte përgjigje të sakta dhe nuk pranonte përgjigje nuk e di. Dhe kështu që në këtë moment nxjerr spatën që kishte marrë me vete dhe i vret që të dy në vend. Pra vret brutalisht dy persona që ishin të panjohur, dy persona që nuk kishin fare lidhje me Joe, dy persona që nuk e njihnin gruan e tij, nuk kishin fare lidhje me jetën e tij. Dhe mbi gjitha, jo vetëm që i vret, por i copton trupat në mënyrë makabër. Dhe nuk dihet se si ka mundur t'i fshet trupat aq shpejt, sepse supozohet që t'ishte krimi i tij i parë. Dhe një person që po kryen krimin e tij të parë, si ishte mundur që t'jetë kaq i saktë, kaq preciz, kaq i shpejt dhe pra një farë mënyre t'i bëj gjërat në një ekselencë perfekte. Dhe gjithsesi këto janë gjitha informacionet që dim mbi krimin e tij të parë, sepse kjo ka qenë dëshmia e tij. Duke u kthyer tek ajo mbrëmje të mërshme, një farë mënyre pasi vrau ato dy persona të pafajshëm, sepse ishin të pafajshëm, sepse nuk kishin lidhje me historinë, Joe dëgjon që po afrohet dikush. Dhe në fakt ishte një prostitut të cilin ai filloi që ta mashtroi duke i dhënë drogë dhe duke e çuar në nur. Dhe në momentin që e çoi në nur, filloi që ta pyeste rreth gruas së tij nëse e njihte, nëse e kishte parë, nëse dinte kush ishte, nëse kishte takuar, kishte folur, por gruaja në fjalë, si dy të tjerët pra, që patën atë fat makabër, nuk dinte asgjë, nuk e njihte kush ishte gruaja e Joe, nuk e kishte parë kurrë, pra nuk e dinte kush ishte ajo. Por siç u thash, Joe nuk pranonte jo si përgjigje, nuk pranonte nuk e di si përgjigje dhe vendosi që të zgjidh problemin e tij në mënyrën e tij, duke vrarë të grua të gjorë, pa duke i goditur atë me sapat, siç bëri me dy personat e mëparshëm. Por gjë që dim është që përveç faktit që e vrau, abuzoi dhe seksualisht me të. Por nuk dim faktin nëse abuzoi përpara se ta vriste apo pasi e vrau. Por gjë që është e sigurt, pra është që abuzoi seksualisht me të. Dhe në këtë pikë, Joe u kishte marrë jetën plot 3 personave. Pasi vret dhe këtë grua, ai kupton që dikush tjetër po afrohet dhe kur shikon ishte një tjetër grua, një prostitut dhe fillon pra të njëjtën gjë, e tërheq të grua me anë të drogës, e pyet rreth gruas së tij, por kjo e fundit nuk dinte asgjë dhe normale e heq qafe dhe këtë të fundit. Por një moment e ka paniku sepse tashmë ka bërë 4 vrasje në kaq pak kohë dhe kishte frikë që dikush mund ta ketë parë dhe mendonte që çdo kush që është rreth
rrotull duhet eliminuar sepse mund të ishte dëshmitar për vrasjet e tij. Në një moment shikon një peshkatar i cili ndodheshte në lumë për qefin e tij duke peshkuar dhe mendon që ky peshkatar mund të ketë parë gjithçka, kështu që i afrohet peshkatarit dhe e godet me një tup metalik duke e lënë të vdekur në vend. Atë mbrëmje Joe ka kryer një masakër, pra ka vrarë plot 5 persona brenda shtatorëve dhe gjitha trupat i kishte fshehur me shpejtësi marramëndse. Dhe pas kësaj masakre që kishte kryer, kishte shkuar të lahet në lumë për të hequr gjithë atë papastërti që kishte. Në realitet, ai fillimisht i ka coptuar trupat, por një gjë që nuk është e sigurt dhe nuk dim arsyen sepse është se pse ka gërposur vetëm kokat dhe pjesën tjetër të trupit e ka hequr qafe në një lloj mënyre tjetër. Ai thotë që trupat e coptuar i ka lidhur me tulla, pra i ka ngjitur me tulla dhe i ka hedhur në lumë, përveç njërit, sepse njërin thotë e kam lënë akoma në një shkurre. Por është fakti se kur agjentët shkuan që të kontrollojnë tek shkurrja që supozohet që të ishte trupi nuk ishte aty, nuk u gjend fare. Dhe në fakt kjo pjesë e historisë është paksa e paqartë sepse nuk dihet nëse është e vërtet apo jo gjitha këto që Joe po tregon. Megjithatë, në një moment ai dëgjon njerëz të tjerë që po vijnë dhe kështu që kupton që është koha të largohet, duhet të ikë dhe në fakt largohet. Dhe në fund të fundit mbetet i habitur nga vetja e tij. 5 të vdekur në shtator është e paimagjinueshme, ndërsa për të është pothuajse një krenari. Habitet kur kupton që në fund të fundit i pëlqen vrasja, i jep emocion, i jep një lloj drithërime. Ajo mbrëmje e kishte bërë atë të ndjeshte jashtëzakonisht shumë i fuqishëm dhe mendonte që pse të ndalem, duhet të vazhdoj akoma, pa harruar normale ish gruan e tij sepse normale duhet të akmerreshte patjetër kundër saj. Por ndërkohë, për të shpërqendruar nga kjo gjë, vendosi që të merrte jetën prostitutave, sepse sipas tij ishin preja më e lehtë dhe vazhdonte të merrte jetën këtyre personave të pafajshëm. Që nga ajo mbrëmje kalojnë plot 2 javë dhe në krye të këtyre 2 javëve Joe arrestohet nga policia. Arrestohet nga policia për faktin se akuzohet për vrasjen e 2 të pastreve që vrau në fillim, sepse ishte i vetmi rast, i vetmi krim që policia kishte gjurmë. Dhe nga ana tjetër policia nuk e kishte fare ide që Joe kishte kryer dhe vrasje të tjera. Plus që Joe nga ana tjetër nuk është se donte të rrëfente për krimet e tij, kështu që Joe akuzohet vetëm për vrasjen e këtyre 2 të pastreve. Por normale historia mund të kishte përfunduar edhe këtu, vrasi i cili u arrestua, drejtësia u vë në vend, por jo. Joe u mbajt në paraburgim për plot një vit dhe në momentin kur dori përballë sallës së gjyqit, ai u shpall i pafajshëm. U shpall i pafajshëm për faktin që nuk kishte prova konkrete. Kishte mungesë provash konkrete sepse në një farë mënyre policia nuk kishte prova, por ishin thjesht zëra, ishin thjesht thashetheme të atyre personave që rrinin në këto kampet e improvizuara dhe është e frikshme të mendosh faktin që Joe kishte bërë gjithë këto vrasje dhe kishte fshehur këto trupa në mënyrë aq perfekte pa u vënë re nga asnjë. Pavarësisht, burgu supozohet që të jetë një vend që të bën të reflektosh për gabimet që ke bërë, pra të kuptosh faktin se pse i ke bërë, të mos i përsërisësh e gjitha gjërat me radhë, dhe në fakt për Joe ndikoi kjo gjë. Ndikoi sepse reflektoi për faktin se sa shumë i pëlqente të vriste njerëz, se çfarë adrenaline i kishte provuar nga kjo gjë, se çfarë pushteti kishte marrë nga kjo gjë. Dhe në fakt, sapo doli nga burgu, filloi që të vriste akoma dhe më shumë persona. Pasi del nga burgu, Joe zhvilloi një mënyrën e tij për të takuar dhe për të vrarë prostitutat, pasi ishin viktimat e tij të preferuara, sepse në një farë mënyre ishin viktima shumë të lehta, manipuloheshin kollaj dhe ky fundit i gënjente duke i dhënë substanca narkotike. Pra, në farë mënyre i thoshte që shkojmë në rulotin tim sepse atje kam jashtëzakonisht shumë substanca narkotike dhe ti mund të marrësh sa të duash. Dhe në momentin që vajzat futeshin brenda, ai normale nuk ose u jepte drog, po thjesht u merrte jetën në moment. Pra që nga momenti kur doli nga burgu, jeta e Joe pak a shumë ishte e njëjtë. Shkonte të punonte, drogoheshte dhe her pas here në mbrëmje u merrte jetën këtyre vajzave të pafajshme. Dhe në një farë mënyre në momentin kur u merrte jetën këtyre vajzave të pafajshme, ai i coptonte. Dhe kur i coptonte, filloi që të përzihte ato pjesët e mira, pjesët që interesonin dhe pjesën tjetër, siç ishte dhjami, kockat, e hidhte tutje. Dhe këto pjesë që interesonin i fuse nëpër enë plastike dhe i vendose në frigorifer. Në këtë periudhë, Joe vendosi të hap një kiosk përballë rulotit të tij dhe në këtë kiosk fillon që të shes hamburger, red beef, sanduiçe dhe besoj që tashmë e kuptoni se ku dua të dal me gjithë këtë histori.
Një ditë të bukur, Gjo vendos që të përzihej mishin e derrit që kishte me mishin e viktimave të tij dhe formon normal një hamburger. Ai tregon që e ka provuar këtë hamburger dhe kujton që shija që kishte provuar, pra nuk ose ndryshonte shumë nga shija e mishit të derrit dhe thotë që ishte jashtëzakonisht shumë e mirë, nuk kishte ndonjë ndryshim të madh dhe vendos që t'i bëj këto hamburger duke u ashitur klientëve të tyre. Dhe në këtë lloj mënyre arrinte të hiqte qafe disa mbetje nga viktimat e tij dhe në këtë lloj mënyre nuk ishte prova dhe nuk do ishte zbuluar kurrë. Gjo pranon që ka vrarë plot 10 gra dhe kur mendon numri është vërtet jashtëzakonisht shumë i madh dhe për faktin që gjitha këto gra i ka coptuar dhe ka ruajtur ato pjesët që ai konsideronte të mira dhe i ka futur nëpër hamburgeret e tij dhe këto hamburger u ka shitur klientëve për plot një javë. Dhe kjo gjë, më besoni, do të vazhdonte akoma më shumë nëse nuk do të ndodhte diçka e veçantë. Një ditë të bukur, Gjo kupton që i kishte mbaruar ai mishi special dhe vendos që të ftojë një tjetër prostitut në rulotin e tij, pra për t'i marrë jetën. Dhe në këtë pikë të historisë dua të kërkoj ndjes për faktin që përdor termin prostitut, sepse një farë mënyre është fakti që nuk i di emrat e vajzave, nuk i gjeta se kush ishin emrat e vajzave, sepse normale ishin vajza të pafajshme, përveç faktit që le të themi puna e tyre që bënin ose stili i tyre jetesës ishte i tillë dhe prandaj kërkoj ndjes për termin e përdorur. Por duke u kthyer tek historia jon, dua t'ju tregoj këtë episod të historisë duke përdorur vetë fjalët e Gjo sepse ishin vërtet interesante. Gjithçka po shkonte mjaft mirë, derisa më mbaroi mishi im special, kështu që tërhoqa edhe një tjetër budallaqe në rulotin tim. E çova aty dhe fillova t'ia shyej rrobat dhe t'ia bëja keq. Ajo po bërtiste, por nuk kishte njeri përreth që ta dëgjonte përveç meje. Unë vazhdova të qeshja me të, por kur u ktheva për një fraksion sekonde, ky ishte gabimi im, sepse ajo vrapoi menjëherë jashtë derës përpara se mund ta kapja. Po përreth gjithë kopshtit tim kishte një garth rreth mbi 2 metra i lartë me tela me gjëmba sipër, kështu që mendoja që nuk arrinte të ikte. Por kishte një grumbull paletash pranë gardhit dhe ajo u ngjit si majmun, e ka përceu gardhin dhe vrapoi poshtë drejt rrugës kryesore, ku një djalë me kamionçin e mori dhe e çoi një pikë karburanti aty pranë, ku më pas thirrën policinë. E dija që policia po vinte, por nuk ika. Mblodha rrobat e mia, mora çelësat e portës, dola nga jashtë dhe e hapa. Sa po dola nga porta, u ndal një makinë policie dhe polici zbriti. Më drejtoi armën dhe më tha të shtrihesha për tokë dhe aty gjithçka përfundoi. Siç e kuptuat, ai nuk bëri asnjë lloj rezistence, pra u kap jashtëzakonisht shumë lehtë dhe për mendimin tim mendonte që ai vetë dëshironte të kapeshte sepse mund të ishte larguar shumë kollaj, por mendonte që kishte ardhur koha që të fliste me dikë, kishte ardhur koha që të shprehte gjithë atë çfarë kishte bërë, sepse ndiheshte shumë krenar, sepse kjo gjë i jepte një adrenalinë, i jepte pushtet dhe mendonte që e gjithë bota tashmë duhet ta dinte se çfarë ai ishte i aftë të bënte. Në fakt, pas arrestimit, ai vendos që të tregojë gjithçka, por kur them gjithçka, fjalë për fjalë gjithçka, që nga familja e tij, gjitha detajet, duke filluar me kampin e të pastreve, pra me krimet që kishte bërë në kampin e të pastreve, e deri tek hamburgeri pjesërisht njerëzor. Por problemi ishte se kur i tregonte këtë gjë, policia u trëndit jashtëzakonisht shumë për faktin jo për krimet që kishte bërë, por mënyrën se si i tregonte, sepse ishte shumë i qetë, shumë i qeshur, shumë i chillert. Pra, dukeshte një person që mezi kishte pritur t'i tregonte gjitha këto gjëra. Por gjëja më e absurde e gjithë kësaj historie është se Gjo dënohet vetëm për 2 vrasje, sepse për këto 2 vrasje u gjetën prova konkrete dhe policia mendon që për krimet e tjera, për vrasjet e tjera, Gjo ka gënjur, pa që tek mishi pjesërisht njerëzor, që tek numri i viktimave, pra gjithçka tjetër. Por kjo gjë nuk dihet, pra nuk është e sigurt. Megjithatë, Gjo dënohet për njërin nga viktimat, dënohet me burgim të përjetshëm dhe për viktimën tjetër dënohet me vdekje. Por në vitin 2000 dënimi i tij me vdekje shndërrohet në burg të përjetshëm. Por gjithsesi më 5 gusht të vitit 2017, rojet e burgut e gjejnë Gjo pa shenja jetën në qelin e tij dhe shpallen menjëherë të vdekur. Por përpara se të vdiste, në fakt ai bëri një deklaratë në të cilën tha pikërisht këtë fjalë: "Jam tepër i gatshëm të heq dorë nga jeta ime për gjithë ato që kam bërë, të gjykohem nga Zoti dhe të dërgohem në ferr për përjetësinë. Unë thjesht jam argëtuar me gjithçka që kam bërë. E vetmja gjë për të cilën më vjen keq është fakti që nuk arritja të vrisja ish gruan time të vjetër dhe atë bastardin me të cilin ajo kishte pasur një lidhje." Në të vërtetë nuk ka shumë fjalë për të komentuar historinë e sotme sepse është vërtet merruse dhe po të mendosh që gjitha ato që Gjo ka treguar janë të vërteta,
atëherës mund të them që Joe futet tek një nga serial killerat më të tmerrshëm të historisë, sepse janë 15 viktima të supozuara dhe mbi gjitha një kiosk e cila shiqte hamburger njerëzor njerëzve që ishin të pavetëdijshëm dhe nga ana tjetër ky i fundit që ndiheshe shumë i kënaqur me atë që kishte bërë. Gjithsesi, më shkruani poshtë në komente mendimin tuaj, unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao ciao!